Qyteti pas çeljes së sezonit u mbyt në një lugëshi. Rrugët e qytetit, madje thuajse të gjitha zonat periferike u mbushën nga ujë në gropat e hapura të asfaltit, ndërkohë që gjendja është më lehtësisht e konstatueshme përgjatë rrugëve kryesore të qytetit, më konkretisht në lungëmarrjen Murat Erbaçi. Kjo është aktualisht gjendja që prezanton qyteti një ditë pas çeljes zyrtare të sezonit turistik. Ndodhemi në pjesën më të bukur në shëtitoren e qytetit të Vlorës, ku aktualisht një pjesë e rrugës gjendet e përmbytur. Nuk dihet ende se çfarë ka shkaktuar në fakt shkarkimin e ujrave dhe vërshimin e tyre në rrugën kryesore. E megjithatë, pamja që ne shohim sot nuk është as pak turistike. Uji kishte vërshuar në rrugë duke vështirësuar së tepërmi kalimin e qytetarëve, por edhe të automjeteve pasi uji shumë nuk lejonte shikimin e rrugës. Kjo pamje shfaqet në Vlorë fill pas çeljes zyrtare të sezonit turistik. Si për dënë alarmin, se vera do të shoqërohet në qytet me mjaft problematika. Më evidentja prej tyre do të jetë infrastruktura qoftë rrugore, por edhe ajo e kanalizimeve nëntoksore. Për pushuesit, sigurisht kjo nuk është tabloja e qytetit me cilin mund të dashurohen, ndërsa për vlonjatët ky është qyteti i përditshmërisë së tyre, që shiu i parë i verës u rikthen në kujdes.